Ne kërkojmë një kontratë kolektive. Kontrata kolektive ka të gjitha që do një minator i nën tokës. Ne nuk na ka përfshirë ky lloj trajtimi. Kontrata kolektive i përmbledh të gjitha kushtet e një minatori që ndodhet këtu. Sindikata ka mbrojtjen e minatorit. Kontratë kolektive të zgjidhen problemet tona. Nuk them se s'do zgjidhen 100%, se s'ka në shtëpia jo nuk zgjidhen hallat e problemet, por pak 70% e gjëra që kërkojnë të zgjidhen. Këta kërkojmë, asnjë gjë tjetër më tepër. Një punëtor është turp i botës të punojë një punëtor në nën tokë me 3.000 lekë në ditë. 4.800 lekë marron drejtuesi i turnit, që kanë përgjegjësinë e gjithëve. Na futi inflacioni, bani një ngritje pagësh me demek ngritje pagësh, dikujt shëlloi 500 lekë vjetër, dikujt 1.500 lekë, dikujt 2.000, se tash. Ai imagjinoni të talësh me djersën e minatorëve, me 500 lekë vjetër arritje pagë në ditë, 500 lekë vjetër thonë. Do të thënë që nuk ti merr fëmijën se në akulloria bën më shumë. Këtë largimin e punës që ka bën për ne 16 vete, ai ka bën krejt në kohën që kemi qenë grevë. Si bëhet në kohën që jemi në grevë, nuk lejohet as nuk merren punëtor, as nuk hiqen punëtor. Le tulemi të bisedojmë, kur të mbarojë sindikata, të vetë sindikata, na heqë pastaj. Është puna e tij, nuk na don punë, na heqë. Kjo është diçka e paligjshme. Ju keni të drejtë të protestoni, është e drejta juaj të protestoni, por nuk keni të drejtë të ndaloni punonjësit e tjerë të shkojnë në vendin e punës. Shpresa jone e fundit është që personeli ynë, punonjësit tanë, ta kuptojnë që po mashtrohen, të kuptojnë të drejtat e tyre sipas ligjit, të formojnë sindikatën e tyre sipas ligjit dhe të kthehen në vendit e punës. Konfederata Sindikale ka 130.000 ose ka 2.300 organizata. Dhe nuk mund të kenë 2.300 personalitet juridike, janë pjesë e strukturës organizative si mas statutit KSSH-s. Ne kemi dërguar statutin ndaj statutit që merret në gjykat. Ja, kemi bërë me noteri, kemi gjitha gati, pa asnjëherë s'ka pranuar me ne deklarimet personale janë dhëna personale, do të nuk mund të shkojnë me postë. Kur tulin tavolinë, ne vënë gjitha përpara.